Një zjarr ka përfshirë mëngjesin e sënës një banesë në zonën e Alidemit, ku flakët kanë rrezikuar edhe një karburant që ndodhej pranë kësaj shtëpie. Por fatmirësisht mbërritja e menjëhershme e zjarrfikësve ka bërë të mundur shuarjen e zjarrit, ndërkohë që ka mbetur i plagosur djali i kësaj shtëpie, 22 vjeçari Mariglen Ramadani, ndërsa nëna e tij ka arritur të shpëtojë. Sipas banorëve mësohet se nuk është hera e parë që bie zjarr në këtë shtëpi, por ka rënë edhe disa herë të tjera. Ndërsa një banor tjetër tregon se si e ka shpëtuar nga flakët të riun dhe e ka dërguar në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ka ndonjë mbeturin aktualisht apo jo? Asnjëherë s'kan ardhur, edhe ja, si është e vet tani rezultati, u doj ajo. Çuni vet u doj. E treta herë që digjet. Vet u doj brenda aty, i djegur, unë i fika zjarri nga trupi. Edhe siç është e vet tani, ajo është si e ka jashtë aty plot me rrobe, e ka dhe dhomën brenda. Për janë ankesat që thash kemi bërë dhe nuk vjen asnjëri. Janë bodhe, nëse ka mundësi me këtë rast, këto plena, këto djegje, këto gjona, këto pyslliqe të largohen prej ne. Jo prap ashtu do marri flakës, është herë e tretë që digjet. Është herë e tretë. Ajo prap mbajmë mend mbas një muaji keni për të ardhur prap aty. Ajo do digjet prap. Sipas burimeve të policisë së Tiranës, mësohet se shkak për rënien e zjarrit dyshohet të jetë një ngrohse në shtëpi, e cila ka qenë e ndihmuar edhe nga një sasi e madhe rrobash të përdorura, duke bërë të mundur edhe përhapjen e flakëve të zjarrit, të cilat janë shuar vetëm me ndërhyrjen e zjarrfikësve.